Domethënë këtë lloj llogore, si më thën, po kjo është një llogore që mund të shërbejë gjithë botën, sepse bota pse niset për të gjetur gjenealogjinë e gjuhëve? Përse niset? Që ndërton ato pemët, e vë shqipin aty ke dega e parë. Përse niset ajo? Sepse do di se si ka ardhur, domethënë si është preardhja e gjuhëve. Sepse në përgjithësi për shkak Saussure thoshte që gjuha është, le të themi, një markë e ngjitur. Po s'është vërtet. Konstrukte kishte fjalë. Po s'është vërtet. Ai është thelbi i asaj. Profesor, a mendon ti që gjuha e flet qenien dhe gjuha shqipe konkretisht e flet shqiptarin? Pra, më shumë se sa shqiptari shqipen është shqipja ajo ku ne banojmë, jemi të vendosur me gjitha veset, problemet, edhe të mirat. Patjetër. Domthonë kjo është duke si poezi, e kupton? Duke si poezi, po trish pak thellë, kjo që thua, kjo është më se vërtet. Se pse e fleti gjuhën në atë mënyrë? Për çfarë thua? Për shembull dikur, unë kam një gazment, edhe bie që të jem edhe me gaz shumë, edhe me mend shumë, edhe me lek shumë, se kam bie me leka. Dikur, në popujt primitiv emri nuk ngjitej kështu. Nuk mund të thojë ti tjetër për shkak ky ka emrin bujar dhe mund të jetë kopraci më i madh. Nuk gjitej në këtë mënyrë, ata të shikonin mirë, të vëzhgonin mirë, nëse ti ishe i shpejt, të shikonin këm shpejti. Kështu e kishe emrin ti. Ose që nëse ti ishe zëmërbar, të quhesh ky është i bardhi. Domthon emri ngjitej sipas ishin në bashkëpunim me objektin. Sot kjo lidhje ka humbur. Ti mund t'ja këtë e quan got, po ti mund ta quash edhe në llanë dhe mjafton që merreni vesh bashkë. Po s'është kështu. Sepse ajo është organizëm i gjallë dhe prandaj gjua në vetveten e saj tërkohës rritet dhe rrotullohet, e kupton, përpunon vetëm vet. Neve ruajmë pikërisht atë, s'po i kthejmë edhe një herë. Po. Ne ruajmë fazën e parë të asaj, prandaj quhet dhe gjuhë babelike. Se është primordiale, është që në fillim të gjës. Po e kemi që në fillim. Pastaj po turemi gjatë, të shikojmë gjatë, të shohim edhe personazhe etj. Habitesh ku shef me 10 personazhe, të cilat vetëm në gjuhën shqipe kanë kuptim. Ti përmendim disa nga më. Po tash do të më kujtoj, e para një të thash për Zeusin. Pastaj thash për Afroditën. Po. Ke Athinan, që është e thëna, edhe Athinaja ka qenë personazh që doli nga koka e Zeusit. Nuk lindi. Do të thonë se ky hëngri mamana Athinas Metisin e glabroi dhe lindi nga koka. Dhe ajo ishte, si më thon, mbrojtësia e mendimit, si më thon, e fjalës. Kupton më. Është për shembull ai perëndia egjiptian Thoti. Këtu është tash i gjithë ça tha Thoti, po. Këtu është i gjithë problemi, sepse aty ka bërë një libër ky Katapano, që thotë flet shqip. E vërteta, dhe gënjeshtrat rinë shumë afër njëra tjetrës në këtë zonë. Këto njerëz që të marrin dhe të studiojnë, se nuk është vetëm problem koincidencesh, tu të thash, nuk është problem koincidencesh. Duke qenë ke pjesa e ligjeve të qendrës, atje pohimi nuk është i barabartë me pohimin, por është i barabartë me mohimin. Plus minusi janë ekuivalent me njëri tjetrin. Është si ajo që ekziston për shembull kur fleti për totalin, kur fleti për Zotin, kur fleti për Perëndin, kur fleti për Virgjërinë e tjera. Bie fjala në Izrael ti ke kryeprifti që këtu mban një pllakë me 12 gur. Kjo pllaka quhet Urim Thumim. Urim Thumim. Është në hebraisht? Urim Thumim. Është dhe pjesa femërore e Urimit, është dhe pjesa e Thumimit, e Thumbit, që është pjesa maskullore. Ose mund të ketë Barah, që është me B. Ka fjalë të me u kujtu të pa problem. Jo, po mund të klasi do njëri ku është në një presion me mikrofone e tjera, por thjesht po të tregoja vetëm thelbin e gjës. Qartë. Interesante shumë kjo situata e gjuhës shqipe. Kjo është e gjitha. Se ndodh edhe kjo, kemi parë edhe kjo që ka të bëj pikërisht me ato ndjesinë e të qenit i pari,
që përpiqen gjejnë patjetër një gjë. Pastaj përpiqesh që të gjitha çdo gjuhë të mundshme ta bësh shqipe dhe pastaj këtu e kalon. Edhe pastaj hedh poshtë punën e atyre që mund kenë baza dhe fakte që edhe mund ta kenë studiuar. Unë e kaloj kështu shkarazi sepse nuk e di sa kohë kemi. Ajo që themun që A-ja, ti të fillosh me gërmën A, që neve kemi folje, ajo nuk është pak, është një gjë shumë e rëndësishme. Sepse çfarë është alfabeti? Le të themi është koncentrati i gjithë mendimin botror. E kupton? Që ti me disa simbole ti e shpreh komplet gjithë mendimin. Ti fillon me qenie, nuk është pak. Ai ti fillon me nyje. Po ti nuk është pak që bën, sepse po ta shohësh ti an. Do në piktogram, aja është kështu apo? Aja është. Pra ti fillon me folje me është, po. Aja është kështu. Po. Dakor? Po. Është demi i vrarë. Se demi në simbolik është kështu. Po. Aja e ngritur vertikalisht. Do më thënë, ti fillon dhe me sakrificën. Ajo që thonë gjithmonë që vrau baban dhe u krijua bota. E kupton? Zeusi vrau Uranin. Ja. Urani vrau Zeusi vrau tja dhe Kronin. Kroni vrau Uranin. Kroni vrau Uranin. Do të gjithë kështu shkojnë, do duke vrarë paraardhësin e tyre, kupton? Kështu që edhe ti, megjithëse gjithë bota ka filluar me një sakrificë. Edhe alfabeti fillon me një sakrificë se vritet demi. Po demi është simboli i fuqisë. Edhe nuk është mashkullor, është femëror demi. Po, në simbolik është femëror. Dhia është mashkullore, që është dielli, ndërsa demi është hëna. Dhe shpesh herë ato brirët e demit janë hënor. Po. Ndërsa brirët e dhis janë mashkullore. Është ai dhia e artë pra. Dhia e artë që kemi neve ato zanët e arta, ose është ajo lëkura e artë që shkoj në Kolkid, Jasoni e tjera ashtu. Do më thënë, po të rish në botën simbolike, fillon edhe krijon një gjuhë që pastaj mund merresh vesh shumë kollaj, sepse këto shumë lehtë tjetër më thotë pallavra. Edhe mund të jenë, nuk e di. Edhe mund të jenë. Si të kanë frymëzuar konkretisht për veprat e tua? Gjuha shqipe dhe gjithë kjo simbolik që ti e shpjegova. Nuk mund të jetë kjo, do të thonë kaq që më jep të jap. Kjo është thjesht një plazëm që noton. Është një sfond i madh. Është një gjë që mund krijon një lloj bazamenti të fuqishëm. Që mund krijon një lloj, si më thon, kolone vertebrale. E kupton që të gjitha gjërat pasi unë që filloj dhe lexoj, filloj dhe më rrotullojnë vetvetiu, nuk është se i rrotulloj unë, fare. Do më rrotullohen dhe fillon edhe më shkepen, më zbërthen. Pra jetojnë aty. Po tjetër atje. Dhe kur ti fillon dhe formohesh ndërmjet kësaj, ti patjetër do nxjesh një ajo që ju tregova pra, që unë kur dëgjoj për shembull duke u sharë me njëri tjetrin, ti fillon dhe agresivizohesh. Kur ti dëgjon një muzikë të mirë, ti fillon dhe zbutesh. E kupton, në njëjtë gjë është kjo. Kjo hyn kjo pjesa e kulturës, kjo pjesa e formimit. Diku ajo del me maj, diku del me maj, diku del si kodër. Por thjesht të krijon një gjendje. Kështu më ka krijuar gjendje edhe kur unë filloj edhe shoh edhe flamurin, kur zbërthej simbolet e flamurit ton, kombëtar. Po në shqipojnë tonë dy krenare. Po, unë kam bërë leksione shumë me student e mi për flamurin. Ti ke i flamur perëndorak? Po ta shohësh. Është flamur me simbolik bizantine, është shqiponja bizantine apo jo? Sigurisht, por e kemi përpara Bizantit, shqipojmë me dy kokë. Neve kemi pas të vullosur të shqipojmë me dy kokë edhe në gur, e kemi pas të vullosur edhe në dru, edhe në për veshjet tona. Kjo është bizantine, është si pune zvastikës që ka Hitleri. Po, është budiste, është indiane, po. Ti ke budën që ke jo nga pjesa e lëvizjes orës. E ka ndryshe, kundër, e ka trascendentale, si lëviz kozmos, si lëviz universi. Po ti kur ja tregon një hebreu atë, ai ty të mallkon edhe të nëm. Në fakt çfarë? Sepse ai simboli i diellit normalisht. E kupton? Po ky e mori edhe e shfrytëzoi. Sigurisht, po. Po njëta gjë ndodh edhe me këtë. Nëse ka marr Bizantin dhe Bizanti ishte shumë i fuqishëm, çdo njeri mendon që se kjo është bizantine, jo. Për shembull, një nga dëshmitë më të vjetra, domthonjë kur kam shkruar për këtë, unë kam gjetur ke Upanishadet, ke Vedat e indianëve.
veprat kryesore të hinduizmit, po. Ke veprat e indianëve, ke kjo Upanishadi thuhet kështu. Ishte një pemë e madhe kozmike. Po. Se gjithë me pemë fillon, si pemë e paraj, si pemë të mirës, të keqes, si pemë e jetës, e tjera. Udrazili që thësh parë. Këtu rinë dy zoqë. Njëri zokë shëtiste dhe hënte frutët e pemës, njëri zokë rritë dhe vetëm shifte dhe ushqej me rrezet e diellit. Po? Dhe njëri ishte qendra, që nuk lëviste dhe ishte kudo, tjetri lëviste dhe ishte periferia, si punë e rrethit. Po. Më vonë, thonë ata, u bashkuan bashkë edhe bën një zokë me dy koka. Dhe pastaj, kjo filloi të figuronte edhe ke Turqi Selxhuk, po filloi të funksiononte për gjithë perëndoritë, edhe ngeli si shenjë perëndorake. Ky ishte zogu i bukurit të bukurve, zogu i mirit të mirëve, siç është perëndori. Nuk është zogu me i kokë që thua zogu i bukur, zogu i mirë, si është mbreti. Ky është mbreti i mirë, perëndori është i mirit të mirëve. E kupton? Të gjithë e humbën. Të gjithë perëndorit të humbën, na ngeli vetëm neve. Tani, para disa vjetësh e ka rivendosur dhe një Serbia dhe Malizi. Të gjithë Po, e kanë vendosur gjitha këtu shtetet slave e kanë përshtypjen. Ca me një kokë, ca me dy koka, po. Unë flas për dy koka. Po. Se me një kokë ti ke dhe flamuri, në falë shqipon e Cezarve. Po. Me një kokë e ka. Ose Napoleon Bonaparte. Po. Me një kokë. Shqiponja pra, se është zogu mas, pra, është mbreti mas, po jo perëndori. Dhe neve e kemi të palëvizur që kur u vendos për herë të parë. Pavarësisht që e mbajtur neve në përcepete. Se derisa themi neve poruajmë shqipojnë e kastriotëve, për ta shi ta mbash 500 vjet, edhe se ty të pushtoj 500 vjet pushtoi Turqia, ti ta mbash atë nuk është pak ajo e të rikujtohesh. Të tjerët e kishin dhe e humbë, Rusia e humbi. E ka në stem. Është rikthyer, dhe Rusia e ka me të kokë. Po, në stem, po. E ka në stem, nuk e ka në flamur. Edhe Serbia e ka pasur në stem, nuk e ka në flamur. Dhe gjithë loja pastaj ndodh që neve kemi zezë, ne kemi hije. Ata e kanë bardh, e kanë me luspa. Siç e kanë dhe këto kishat ortodokse që kanë të qepur me luspa. E kanë konkrete, nëse kemi konkrete fare. Çdo të thotë që jemi hije të zezë. Është pjesa. Në një farë kuptimin këtë mund ta konsiderosh si një lloj nostalgjie për perëndinë, për perëndorinë e bizantine të humbur. E ti e mban si shenjë, siç mbanim ne dikur na vdiqte në njëri në shtëpi dhe mbanim këtu një shenjë zezë, një gallat. E kupton? Edhe ne mbanim don siç ka qenë edhe këto, për shembull tek kostume popullore, në kohën e Skënderbeut to kanë vizat e zeza që kemi neve sot, në përndiri që ka qenë të kuqe. A ka qenë të kuqe? Të kuqe. Edhe ajo ishte gjithë skeletura e njeriu që ishte e kuqja. Po. Kur vdiq Skënderbeu e bën zezë. Dhe kanë ngel zeza. Për atëherë, po. Që atëherë. Është si shenjë zije. Dhe shumë veta duan ta trajtojnë në këtë mënyrë. E kupton që kjo është perëndoria e humbur. Normalisht ti po ta shohësh nga larg. Neve nuk themi dolën shqiponja dy krenare në fush. Vetëm dolën kuqezint. Po. Ne në fakt kuqezint kemi më të fuqishme se shqiponja me dy kokë. Ne kemi si e ke pa gjakun e koaguluar, kështu e interpretoj unë në mënyrë poetike. Gjaku i kuq është fusha dhe gjaku i koaguluar është në mes. Është ai ziu, është tamam si vrimë e zezës. Si vrimat e zezës të universit. Shikoj nga larg ti shqipoj atë flamurin ton, ti as e dallon shqipojën fare, ti dallon një njoll zezë atje. Ose është në një copë shqyra e kuqe që është shqyr, e ti ke bërë një brim, edhe është një gjë e cila gëlltit edhe dritën, si më thënë. Mi po, që të shkosh deri aty dhe ta pranosh është gjë shumë e madhe, pastaj që të shkosh ti ke kuqezia, sepse në fund të fundit kuqezia janë ngjyrat e para fare, edhe e bardha sigurisht, janë ngjyrat e para që janë përdorur. Ata e njihnin për shembull qiellin në çdo gjë, e shkruanin o me të kuqe dhe me të zezë. Si shkruanin shkruesit egjiptian. Shkruesit egjiptian kishin dy kalamar. Po. Me të kuqe dhe me të zezë. Kur shkruante ai për toka, qielli, çdo gjë që është me ngjyrë, e kupton? E shkruante me të zezë. Në momentin që e do shkruante për Sethin, që është perëndia e keqe, do të dialli për kristianët, ai e linte penën dhe merrte të kuqen, edhe shkruante me të kuqe. Atë. Domthonë
të kuqen sepse e lidhte shumë me të keqen, me derdhin e gjakut, me gjakun e sakrificës, me gjakun menstrual e me tjera. Po shumë interesante që ti patë e gjen edhe tek kardinalet me ropë të kuqe. Po. Generalet e perandorët edhe ushtarakët të mëdhej vishishin me të kuqe. Pristin kokën po të vishishe ti me ato të kuqet e purpurta. Nuk të lejon dhe njeri. Do bënë, është si një lloj grade. Dhe ti kur e vendos, do bënë të kuqen dhe zezë, kjo lloj dikotomie, do bënë kjo lloj fqinjësie, se në fakt e zeza ai që formë shfar, ka të bardhën për të kundërtën e vet. Po të kesh të kuqen, do thotë një ta kesh për jetë, e tjetrën ta kesh për jetën më tanë. Shumë interesante. Po të ish në botën simbolike, funksionon kjo që po të them unë. Se po të ish në botën e përditshme të Jo, sigurisht, flasim gjithmonë për botën simbolike. Profesor, nuk e di, Viola? Një pyetje kisha për profesorin, se në fakt unë gjithmonë i ndjek me shumë interes gjitha këto lajmet nga ku vidhen veprat e artit, rikthimi, ka nga ato që s'janë rikthyer kur, cila është frika më e madhe e një artisti. Frika ime më e madhe? Lidhur me artin në këtë rast. Kanë vjedhur ndonjëherë vepër arti? Mua? Po. Ku të vjedhin? Ku i mban? Po si ma gjithë, sepse ka koleksionistë që kanë veprat e mia. Koleksionistë të ndryshëm. Ka qenë shtëpi botuese që na merrnin dikur to vizatimet. Po, më ka humbur një. Po, më kujtua. Të ka humbur një? Jo një, më ka humbur një koleksion. Unë ka pas bërë dikur tërhimet dhe moshës shqiptare. Të Mitrush Hotelit. Ka bërë 36 vizatime. Dhe me ato mora atëre do më një çmim madh si vepra më e mirë e vitit. Mbas disa kohësh më vjen Naum Prifti. Ai do bënte Guri i diellit një libër dhe unë e kam bërë po me të njëjtë 36 vizatime. I çova në shtyp shkronjë për të botuar librin i Naumit, edhe them që janë më të mira se tërhimet e mëshme. Ndodhi në 10-ta që u rrafshuar çdo gjë. Dhe unë nuk e di se si më hiku nga mendja ajo. Edhe duhet u marr me urzubusu suruzubusi. Unë harrova mbas disa vitesh jam kujtuar unë. E the vetë, po si ka mundsi kam pas një blackout kohë. Edhe shkova u interesova. Edhe kapa dikë që punon atje i thash, "Por ku janë ato vizatimet?" Ato vizatime ke malin e Dajtit. Po pse i thash unë? Tha u bastisën të gjitha sirtarët edhe i çuan ndaj, i hodhën të gjitha në malin e Dajtit. Thashun inshallah ndonjëri nga juve i ka vjedhur, thashun, që të ketë shtëpi. Dhe si më kujtua që po. Nëse për të vjedhur kështu, ku të vjedhur unë jam e kam derën me Chelsea. Profesor, ne të falenderojmë shumë që ishe me ne në Kinotek. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit, duke di sa ju përgjigja atyre që më edhe për te i madje. Ne u kënaqëm edhe u pasurëm me informacione të reja. Sot po urojmë një edhe mbi gjitha u frymëzuam shumë artistikisht me një dimension arti që nuk e kishim patur këtu në studion e Kinotekës deri tani. Faleminderit. Dhe shpresojmë Viola që e njëjta gjë të ketë ndodhur me ata që na kanë ndjekur. Profesor, nuk e di me kinematografinë si je, besoj duhet të jesh patjetër shumë mirë. Jam. Ne kemi një dhuratë nga Cineplex, është një bilet dyshe. Mund të shkosh me zonjën në kinema Cineplex ose me që i ke vjedhur shumë kohë nga koha që duhet t'ju përkiste të dyve. Ose në QTU ose në Tek dhe të shihni një film tuaj të preferuar kur të jepet ai. Pra është bilet pa datë. Pra tani më vonë kur të dali filmi atje. Kur të dali filmi që ju do doni të shkoni ta shihni, mund të shkoni ta shihni edhe të ta shihoni atë kohë së bashku. Unë kam kohë pa parë filma këtu në shoh në televizor. Po kinema është tjetër ndjesi. Sigurisht, s'para dalë shumë darkave, sepse unë kam 93 vjeçe. Dhe s'mund të lësh dot, se s'kam fëmijët i kam në Itali, nuk mund të lë dot. Kështu që kjo pjesë kur shkonin përpara koncertit e filmat e tjera më shprehari çika. Po për këtë ju falenderoj shumë. Unë jam adhuruesi kam bërë filma vet. Prandaj kam bërë filma vet edhe
Jam njohës shumë i mirë i filmit. Aj sa më duhet mu, të kuptoni, pa më dhe masi. Aj sa më... Unë kam një përshtypje që do donim të flisnim edhe shumë gjëra tjera me profesor Gazin, edhe për kinematografinë, edhe për ato veprat e veta të tjera që lidhen me librat, me botimet, po ndoshta do ngelet për një herë të dytë. Edhe unë duhet jem çik më i qetë. Në fakt nuk e ka bërë një periudhë që s'jam i qetë. Edhe do të kam momente që jam pak çapras, sepse s'jam i qetë vërtet. Megjithatë sot për neve ishte shumë. Ja, mirë, po. Bile sa shumë doja ta filloja. Ke kapur në një moment që s'kam qenë i qetë, sepse edhe në atë vorbullën e krimit edhe është shumë e vështirë kjo periudha e nisjes. Megjithatë ne të kuptojmë shumë mirë dhe të falenderojmë shumë. Miqtë të Kinotekës, kështu kemi arritur në përfundim të këtij episodi. E dini që mund na ndiqni në rrjetet tona sociale, na gjeni në Instagram, në YouTube, në TikTok, se TikToku është më në fund legjitim në Shqipëri për disa kohësh, kështu që nuk ka asnjë arsye për ta fshehur hapur që po mund të na ndiqni në TikTok. Na gjeni në Spotify dhe siç u themi shpesh, edhe në rrugët e Tiranës kur na shihni mund na përshëndesni. Ne ju përshëndesim këtu dhe shihemi të mërkurën e ardhshme. Pafshim. Ciao.